Në prag të asaj që i quan sfidë për historinë përballjes me Serbinë e Elbasan Arena, kryeministri Edi Rama apelon se më i rëndësishëm se rezultati i takimit është mbarvajtja e tij dhe imazhi i Shqipërisë. Thuajse një vit pas ndeshjes së tensionuar të Beogradit, shefi i qeverisë kërkon që të gjithë të tregojnë traditën shqiptare të mikpritjes dhe provën bindse se Shqipëria është vendi i së ardhmes. Kuqezin përballë fqinjve serb të njëjtën në 8 tetor, ora 20:30 në parkun e kryeministrisë. Fitoria na çon direkt në Francë 2016. Barazimi është një tjetër hap drejt europianit. Humbja lë gjithçka të hapur, por mbi të gjitha duhet fitoj imazhi i Shqipërisë mikpritse, dinjitoze, europiane. Në një ndeshje e futbolli ku e tër bota përveç nesh nuk do të shohë rezultatin e ndeshjes, por mbarvajtjen e takimit të kthimit në Shqipëri, një vit pas shpërthimit të dhunshëm në fushën e Beogradit. Prandaj le të nderojmë traditën shqiptare dhe ambicien europiane, duke dhënë një provë bindëse se ky është vendi i të ardhmes, jo fushë betejë e të shkuarës. Takimin e së njëjtës, kryeministri shqiptar pritet ta ndjek në shoqërinë e numrit 2 të qeverisë kosovare, njëherësh ministri i jashtëm Hashim Thaçi, që do të jetë i pranishëm në stadium, ndërsa kryeministri serb Vučić nuk ka marrë ende një vendim nëse do ta shohë nga Elbasani lojën e kombëtare serbe.